Pejgamberi s.a.s. ka qenë, domethënë kur ka hidhen një shok në islam, nuk e ka thënë a hinë ti po, e tash shumë intereson mo, nana baba jot ç'a do ne të bajnë. Jo. Tregon Ebu Huraira, thot, një ditë për ditëve isha ti fol në stej me ishte pagane. Edhe i tha moj non, hin në islam. Besoje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A din që kanë zirë Imam Muslimi. Thot, edhe fillova mi fol, thot edhe po qaj, se gajle e kisha të pranojë nëna ime islamin. Thot, të i fol, ata e përmendëm, arabët ju në kanë, janë kanë që kanë fol, gjuhën e ka bos të rëpt. Edhe thot, e ofendoj Muhammedin s.a.s. Thot edhe unë u mërzita shumë. Nëna ime e ofendoj Muhammedin s.a.s. Thot, këm shku vrap të Muhammedin s.a.s. Edhe i këm thonë, ja Rasulullah, sot i këm fol nanës tejme për me hinë islam, se s'është muslimane. Ka thonë, e thira, e i fola, e i tregova për islamin. Thot, mirë po, më foli për ty keq, ja Rasulullah. Ka fol keq, ka gjujt fjalë të rana për Muhammedin sallallahu alaihi sallam. I ka thonë Ebu Huraira, ja Rasulullah, lutë e Allahun të ma uzoje nanën. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu sallam, Allahumme hdi umme Ebi Huraira, o Allah, uzoja nanën Ebi Hurairës. Apo, thot Ibn Hajar Asqalani, gjithmonë kur lutë i kështu, bereqeti miniherë vendosej. Apo, nga se e frimzon të Allahu gjelle fiula. Thot, dola, thash, sigurisht e rogë doaja Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Shkova të shpia, pak para se mu afruhe, thot, e msheli derën. Kur miniti, thot, kom, e ditë se jam të ardhone, thot, edhe msheli derën, thot, dhe mu zgavo me hi, deri sa të thamune. Thot, e nita të ula, e nëj hijabin, thot, edhe pastaj më tha, o Ebu Huraira, gjallit vetë, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se s'ka të adhuruar me merit përveç Allahut, dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguari i Allahut. Pastaj i ka thënë, domethënë, çom te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pranue feje. Atëra ka shku Ebu Huraira te pejgamberi sallallahu i gëzuar duke fluturuar për gëzimit. Edhe ja ka kallzuar se e ka pranuar nëna vet islamin. Pastaj i ka thënë, ja Rasulullah, lutë Allahun mua edhe nanën teme besimtar gjallë, e deri që kanë më ardhur në kiamet, na dojnë neve të dyve. Pejgamberi sallallahu ka thënë, o Allah, habib ubejdeke hadha wa ummehu ila ibadike al-mu'minin. Ka thënë, o Allah, bëne këtë robin tanë, Ebu Huraira, dhe ka përgdhel të rob, e ka thënë Ubejd, sigur e ka përgdhel, apo? Sigur kur e përgdhel ti, dikan. Ka thënë, bëne këtë dhe nënën e vetë të dashur të ketë besimtarët. Dhe, ta duan, kyti doja ata dhe ata ta duan këtë, thot Ebu Huraira. Skrijon Allahu ndë një musliman, edhe pastaj manin mu emnin, vetëm se duhet me mdasht. Andaj disa prej ulemave kanë thanë, urrejtja ndaj Ebi Hurairës është alamet një fakit e njeri. E ku që urrejnë Ebu Hurairën? Shijat, kejt. Pim fillim deri në fund, e urrejnë shijat me përjashtime shumë të vogla. 80 milion njerëz e urrejnë Ebu Hurairën. Pse? Se këtë transmeton hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kejt hadithë që kanë i kallzojna, nisin ka kallzoj Ebu Huraira, e nita Ebu Hurairën. Andaj, shiko Allahu xhela e ka bë që ta duan njerëzit Ebi Hurairën. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi Tufail ibn Amri te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe e pranoi islamin, kthit te populli vet, e ata se pranuan njerë islamin, po ishin popull i madh, për të cilët ishte Ebi Huraira, pitëne, atëherë erdhi Tufaili dhe i tha, ja Rasulullah, lutu kundër tyne, se i thira s'pe pranojnë. Kështu e njeri. I po mësam nuk menon që ashtu. Apo na pineve që ka dojna, që ki drejt të në gjenem, se diti. Nuk e diti. E din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha lutu kundër tyre, ja Rasulullah, i thira s'po vin. I qoj durt, thanë sahabët, shkoja i popull. I qoj durt për nga mesam, tha, Allahumme hdi dausa, wa ti bihim, o Allahu zoje fisin daus, dhe bjemi këtu. Edhe shkoj Tufejli, tha, shkota shtat të fisi jëtë. Me 80 shpija musliman ka ardhë. Andaj, nuk të kushton kur gjami që mi dur, mi thanë, o Allah u zoje. O Allah u zoje. Sa i thua Allah shkatroje. Ne kena mësua Allah shkatroje. O Allah helaj bane. Apo, nuk ka problem mu lutë për të një zullum qartë madhë. Me që problemi, se ti s'ta bon lukësi di kanë miniherë,
O Allah, bane i bret. Me të boti i bret. Andaj lutë Allahu xhela me uzu njerëz. Shikoj pejgamberi tha, o Allah, udhzoj dhe bjemi këtu të uzuar. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte dëshirë që ta pranojë Islamin, qoftë edhe fëmijë, ta pshtoje. E ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një shërbëtor jehudi. Shërbëtor jehudi. Usmue edhe ka shku me vizitue. Kur ka shkuar me vizitue, ai baba vetë u kon aty te kryja. Edhe mësa mi ka shku te kryja. Edhe i ka thonë, eslim, hin në Islam. Të shëhet, thuje shahadetin. Edhe ai ka këshirë babën e vetë, edhe pekëshirë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe baba i vetë, çka i tha? Baba vetë ishte jehudi. Mirë po baba vetë kish hasmëria, apo? Me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E populli nami e kështu me radhë. Atëre e këshirë gjallin e vetë dhe i tha, ngoje Ebul Qasim, ngoje Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe tha shahadetin, edhe vdiq. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke dalë jashtë, falëndërimet i takojnë vetëm Allahut që e shpëtoi pizjarit nëpërmjet meje. Fëmijë i vogël. Apo dhe këtu ka shumë dobi vëllezër, nuk kemi mundësi mu ndal me secilën prej ngjarjeve. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmendëm rastin e Ikrime ibn Abi Jahl. E ka mbru djalin e Abu Jahlit, apo gruaja vet, se atë pranoi Islamin. Edhe kur i kanë thënë Ikrime janë nder, pejgamberi sa më kon shator. E ka haru gjubën pikëzimit. Ta dalë ta qafe që atë pranoi Islamin. Shikoj sa u kon uzu. Ti kur e shaj një njeri që ka në xhami, a gëzohet me thonë elhamdulillah që edhe ky ato në xhami. A thu shka libë me ky. Lipo do? Pse ato arki? Ka armën në xhamit Allahu xhelalu ti gëzoju. E gëzoju. E shadi kanë, njëri thot, "Hoxha, po, ama do veç në Ramazan." Po ani dhe veç në Ramazan. Thuaj o Allah, bjema edhe mas Ramazanit. Apo na çish thojna? Çish i thojna na? Nuk ka veç punë në Ramazan. Po e dim se nuk ka punë veç Ramazan. Po ti lutë Allahu xhelalu që më ta pruë edhe mas Ramazanit. Shikoj e ka haruar e ke pa njëri pikëzimit. Ju ka ndodhur sigurisht. Pikëzimit i haron teshat. I haron teshat, apo njerëzit kur morin udhtim për shëtitje me shkuë, e haron pasaportë pse pikëzimi të madh. E për mësa nuk gëzoj për kësi sene. U gëzu se tha Ikrimi janë nder, ka arë musliman ja Rasulullah. E kur e pranoj Adiju me kryqin e madh, edhe bante polemike, përmendëm apo? Edhe kur i tha shahadetin, thot Adiju, i lulëzoj ftyra. A ki po? Sepse e ka dash këtë punë. E mirë o vëzër, qka fiton be Muhammed sa kur e pranon të Islamin, edhe dikush Islamin? Qka fiton? Qka fiton kur dikush vjen xhami? Ti qka fiton? S'ka fituaj kur gjo? Por dëshira e madhe të pështoj njerëzit të Allahu xhelel. Apo kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.